Me rastin e 25 vjetorit të fondacionit Gates, multimiliarderi amerikan, kritikoi buxhetet në rënje të shëndetësisë në shumë vende afrikane të Unionit Afrikan, të shkaktuara kryesisht nga borxhi i lartë kombëtar dhe shkurtimet ndërkombëtare. Tërheqja e Shtetit Bashkuar nga bashkëpunimi ndërkombëtar për zhvillim është serioze, USAID investoi kohët e fundit $50 miliardë në vit. Shkurtimet masive, të cilat prekin rreth 83% të programeve në mbar botën, kanë sjellë një ngërsh në projekte të rëndësishme shëndetësore dhe bujqësore në Afrikë, tha Gates, shkurtimisht janë një gabim i madh. Gates theksoi se dëshiron të përdorë fondacionin e tij për të mbyllur boshllëqet që rezultojnë veçanërisht në sektorin e shëndetësisë, sa më mirë që të jetë e mundur, megjithëse ka e foshnjave në Afrikë mund të rritet përsëri në vitet e ardhshme. Angazhimi i fondacionit Gates vazhdon të përqendrohet në luftën kundër AIDS, malarisë dhe tuberkulozit. Gates përsëriti qëllimin e tij për të dhuruar pothuajse gjithë pasurinë e tij, pavarësisht $200 miliardë, duke mbajtur vetëm 1% për vete. Qëllimi është të shpenzojmë të gjithë aparat për kauza pamirësie gjatë 2 dekadave të ardhshme, kryesisht në kujdesin shëndetësor afrikan. Pavarësisht pretendimeve filantropike, Gates përballet me kritika në të gjithë botën, gjithnjë edhe në Afrikë. Vëzhguesit akuzojnë atë për zgjerimin e pushtetit ekonomik dhe politik në maskën e pamirësisë.